Elena Gjika lindi më 22 janar 1828 në Bukuresht, në familjen princerore Gjika me origjinë shqiptare. Ajo mori një arsimim të jashtëzakonshëm për kohën dhe fliste disa gjuhë të huaja, duke u bërë një nga intelektualet më të njohura të Evropës. Me pseudonimin Dora Distria, ajo botoi libra dhe artikuj mbi historinë, kulturën dhe të drejtat e popujve të Ballkanit. Në një kohë kur Shqipëria ishte ende nën perëndërinë osmane, Elena Gjika mbrojti hapur identitetin shqiptar dhe kërkoi që Evropa të njihte historinë dhe të drejtat e shqiptarëve. Ajo shkroi për prejardhjen, traditat dhe kulturën shqiptare, duke i paraqitur ato para opinionit evropian. Veprat e saj ndihmuan që çështja shqiptare të bëhej më e njohur në qarqet intelektuale të kohës. Përveç kësaj, Elena Gjika ishte edhe një mbështetëse e hershme e arsimit dhe të drejtave të grave, duke u bërë një figurë me ndikim jo vetëm për shqiptarët, por dhe në historinë evropiane. Sot, Dora Distria kujtohet si një nga gratë shqiptare më të shquara, një zë i fuqishëm i kulturës dhe identitetit kombëtar në Evropën e shekullit 19. Faleminderit që na ndoqët, abonohuni për më shumë histori dhe figura të jashtëzakonshme shqiptare.